Gjykata kushtetuese shërton të premten në një seancë publike ankimin e Erion Veliajt, kryebashkiaku të shkarkuar të Tiranës, i cili kundërshtoi vendimin e qeverisë të iniciuar nga Edi Rama prej 11 shtatorit për të ndërprer mandatin dhe larguar nga zyra e kryetarit të bashkisë. Vet Veliaj do të jetë i pranishëm në seancë ku pritet parashtrojë shëndrimin e tij bashkë me ekipin e mbrojtësve ligjor. Dhe duket se në ndihmë vjen një raport i Komisionit Venecias që më 24 tetor publikoi qëndrimin lidhur me ndikimin e paraburgimit paraprak të kryetarëve të bashkive në ushtrimin e qeverisjes demokratike vendore dhe zvendësimin e tyre me të emëruar nga qendra, duke theksuar se praktika të tilla cënojnë autonominë vendore dhe vullnetin e zgjedhësve. Raporti i Venecias është një shuplak për të gjithë procesin e dirigjuar nga Edi Rama, pavarësisht se në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të PS-s u shfaq si zemërthyer nga ajo që kishte ndodhur me Erion Veliajin, i cili prej 10 shkurtit ndodhet në qelim me vendime të njëpasnjëshme të GKK-s. Kryeministri udhëzoi këshilltarët e PS-s në Bashkinë e Tiranës që të nisnin procedurat për shkarkimin e tij. Natyrisht që vendimi final mban vulën dhe firmën e Edi Ramës, që legjitimoi propozimin për shkarkimin e tij duke i hapur rrugën zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës. Por gjykata kushtetuese rreth 2 javë më parë vendosi të pezulloj pjesërisht dekretin e presidentit sipas të cilit në Tiranë dhe 5 bashki të tjera zgjedhjet do të mbaheshin më 9 nëntor. Pezullimi i dekretit e bën të pamundur mbajtjen e zgjedhjeve në Tiranë. Pezullimi ose përfundimi i mandatit të kryetarëve të bashkive për shkak të ndalimit apo paraburgimit të tyre prek thelbin e autonomisë vendore dhe shkel parimet e kartës europiane për vetë qeverisjen vendore, thuhet në raportin e Venecias. Raporti kritikon çdo ndërhyrje të qeverisë qendrore që zvendçon kryetarët e zgjedhur, duke theksuar se kjo duhet të jetë një masë e jashtëzakonshme e bazuar në ligj dhe me garanci të plota procedurale për të shmangur politizimin dhe arbitraritetin. Zvendësimi i kryetarëve të zgjedhur të bashkive me të emëruar nga qendra praktikisht shkel vullnetin e elektoratit duke gërryer themelet e demokracisë vendore, shkruhet ndër të tjera në raport. Raporti nënvizon gjithashtu se paraburgimi apo pezullimi i kryetarëve të zgjedhur ka pasoja të drejtpërdrejta dhe të tërthorta mbi lirit demokratike, duke shtypur fjalën politike dhe aktivitetin përfaqësues të të zgjedhurve vendor. Komisioni thekson se demokracia vendore mund të mbijetojë vetëm nëse përfaqësuesit e zgjedhur janë të lirë të ushtrojnë mandatin e tyre dhe vullneti i zgjedhësve respektohet plotësisht. Nuk dihet se sa mund të ndikojë ky raport i Komisionit Venecias në vendimin që pritet nga kushtetuesja, por nëse i referohemi praktikave të mëparshme, sugjerimet e këtij komisioni janë marrë si udhërfyes mjaft të rëndësishëm nga politika shqiptare.